U zun 128 punëtor në të zezë, jo në Zvicër, por në komunën e Ferizajt. Ata janë të angazhuar me kontrat në vepër në administratën lokale, ndërsa ekzekutivi nuk u apagoi as tatimin e as edhe kontributet pensionale. Ky fakt është përmendur si gjetje në raportin e auditorit të përgjithshëm për vitin 2016. Në këtë raport theksohet se komuna mund të jetë subjekti i ndëshkimit nga autoriteti tatimor, si pasojë e mosndaljes së tatimit në burim për personat e angazhuar përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta, ndërsa raporti rekomandon që kryetari i Ferizajt Muharrem Sfalqa duhet të sigurojë që këta punëtorë të trajtohen në harmoni me legjislacionin në fuqi. Duke komentuar këtë gjetje të auditorit gjeneral, kryetari Sfalqa tha sot se këtë vërejtje do ta përcjell tek ekipi i qeverisës në mënyrë që ta përmirësojë si të tillë. Fakti që ato nuk janë paguar kontributet, ka qenë aprovimi i ligjit dikon pas marrjes së këtyre kontratave dhe ne jemi tash duke aprovuar dhe duke e zbatuar në përpikëri këtë ligj. Ne do të shikojmë mundësinë, cilat janë mundësitë e pagesave në mënyrë retroaktive të shërbimeve shëndetësore, sociale, pensionale e tjera për personat që kanë qenë në këto shërbime. Ne disa prej tyre i kemi evidentuar që janë të dobishëm për komunën edhe gjatë kohës së ushtrimit të praktikës së tyre, në veçanti ata që kanë kryer studime të profesioneve deficitare, por që kanë qenë të domosdoshme për komunën, edhe ne besoj që pa një bashkëpunim të tillë me këto kuadro, ne nuk mund të krijojmë kuadro të reja të cilat mund të evidentojmë dhe t'i njohim. Gjithsesi, unë kam parasysh edhe këtë që ne nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që dikush ta ndjej veten inferior në komunë, sepse ata punojnë madje shpeshherë më me përkushtim se sa persona të cilët janë të inkuadruar dhe të punësuar në komunë, e kanë edhe mundësinë pak që ju krijon përparësia e pasjes së energjisë, kështu të re, po edhe të moshës. Edhe besoj që ajo do t'ju ndihmojë kështu në perfeksionimin e punëve dhe detyrave për të ardhmen edhe në komunikimin e tyre me qytetarët. Përveç kësaj vërejtjeje, si çështje theksuar, edhe si vjet auditori ka përsëritur shkeljen që e bëri ekzekutivi në shfrytëzimin e mjeteve nga projektet kapitale për pagesë të mallrave e shërbimeve. Zvoglimi i investimeve kapitale ka pas të bëjë më shumë për shkak të hyrave vetanake, të cilat për shkak të mos shfrytëzimit si investime kapitale janë bartur në vitin viju, sepse nuk kanë qenë të rrezikuara që të kalojnë në suficit. Ndërkaq një pjesë e investimeve kapitale për shkak të shtrëngesave që ka pas komuna në vazhdimsi, si pasojë e kufejve të jashtëm dhe të brendshëm të kornizës afatmesme buxhetore dhe të buxhetit, që i ka rekomanduar Ministria e Financave, ka krijuar vështirësi në zbatimin e planit qeverisës në fushën që rregullohet nga mallra dhe shërbime dhe nga subvencione, dhe këto kanë qenë dy elemente të cilat auditori me të drejtë i ka gjetur, të cilat janë përdorur jo sipas destinimit, por që në fakt kanë qenë të kaluara në kuvendin e komunës në kodet buxhetore si investime ose projekte me donator. Ne kemi keq klasifiku këto për shkak të asaj se ne deri në vitin 2016 e kemi konsideruar si të drejtë ligjore që projektet me donator të llogarisim edhe ato me të cilat ne kemi bashkëpunuar me Caritasin, për shembull, në sfera të shëndetësisë dhe të mirëqenies së fëmijëve, po që në fakt rekomandimet që janë dhënë ne nuk kemi pasur mundësi që t'i kthejmë në mënyrë retroaktive për shkak se veç buxhetet kanë qenë të aprovuara. Për punën e vitit paraprak, nga 21 rekomandime të auditorit, kryetari Ferizajt nuk i ka përfillur 8 rekomandime që dolën nga auditimi i fundit për vitin 2015.